Pavarësisht se dikush mund të ketë miliarda apo mos ketë asgjë, përsëri kanë nevojë për shpëtimtarin. Edhe kesh një zemër dhënëse, do të bashkohesh me atë që dha dhuratën e madhe. Kur Perëndia dha birin, nuk e kuptoj përse njerëzit do të ngurojnë nëse kanë më shumë se i afërmi i tij, të jetë pjesë, ta bëjë të afërmin e tij pjesë të kësaj feste. Është shumë e rëndësishme që të jemi me të vërtetë të gjerë në dhënje. Mos ngushtohemi brenda tavolizës tonë edhe brenda interesave të shtëpisë, që me sa po duket, po bëhet në një farë mënyre leitmotiv. Unë s'kam parë asnjë makinë funerale që përveç trupit që transportohet, ketë mbrapa pasurit, korrupsion ynor nuk ka. Toka mund t'jetë mbushur me të, por jo qielli.